Dhe e fundit hoq, qesh janë në momentet e vdekjes. E ke thonë në hudhme, dhe më thonë, me kush qesh në momentet e, kush është i lumë? Ne e dim që ai që është i lumëtër, qesh është. Momenti që të vjen kësi lloj myshde, për një krijeset që ai nuk flet kur gjo, për mendjes vet. Ka me të bo me kesh. Po, bash figurativisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend një person i cili vdes edhe momentin që vdes pusqeshet. Ajo është shahidi. Allah. Ajo është dëshmori. Edhe ai ka shumë veçori, e para nuk e ndin dhimbjen e agonizë të vdekjes, përveç se një kafshim i mushkonjës. Po më e madhe është kjo. Se ai shkon te Zoti domthon i pusqesh. Se nëse njerëzve të rëndom të i shkon një me laqe, mi dhon myshë, ati shkon shumë me laqe, mi dhon myshë. Shahidit. Po, shahidit. Bile aqë shumë ajo është i gëzum, thot edhe tjerve, me mujt me fol, në qatë moment, thon, vazhdo në rrugën teme se qka kom pa une, qëfar momenti kam përjetu. O jes të bëshirune ledhine min badihim dhe japin myshë, thot Allah për shahidet. Thot Allah i madhrishëm, për shahidat që vdesin dhe më vonë si dëshmor, wala taqulu alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, mos thoni për ata që kanë ra dëshmor rrugt Allahut se janë vdekur, bel ahyaun in rabbihim yurzakun, për janë të gjallë tek Zoti i tyre furnizon, yastabshiruna bil ladhina min ba'dihim, i japin mysh atyre që janë më mas. Do vazhdoni këtë rrugë se ajo që kanë përjetuar është e paparamenduar. Edhe është e vërtetë, domethënë se besimtari, gjithë besimtarë, domethënë në momentin e vdekjes kur vinë me laqet me myshdet e tyre, shkojnë te Allahu të pusqeshëm, shkojnë te Allahu me fytyrë të shëndritshme. Shkojnë te Allahu domethënë me një pamje që ti nuk duket që është xhenaze. Nuk duket që është flet. Është një vdekje normale dhe e qetë dhe e bukur. Normalisht shahidi ka edhe elementin e aromës këndshme që vjen nga gjaku i tij. Kush është shahidi, lutem? Secili njeri që vritet në betejë për të fitu kënaqësinë e Allahut, edhe duke qenë në mbrojtje të fesë të tij, të vatanit të tij, pasurisë të tij, të nderit të tij. Pasurisë për shembull, vend dikush me mbledh mua në shtëpi? Po, do të e mbron pasurinë tonë. Dhe vritesh, jam shahid. Po, gjithsesi. Tjetër kush? Del me mbrojt vatanin tonë, pragun e shtëpisë tonë, pragun e tokës tonë. Dhe vritesh, shkon shahid. Shkon me mbrojt nderin tonë, dikush ta sulmon nderin tonë, gruan tonë, vajzën tonë, motrën tonë, ti del edhe mbron, edhe vritesh shkon shahid. Edhe normalisht ai që del me mbrojt fenë vet, që nuk lejon dikush me ja ndalu atij me kon fetar, ose domethënë me ja kufizu drejtën e tij fetare dhe ai lufton për këtë drejtën e tij dhe vritet shkon shahid. Tjetër kush? Këto janë domethënë shahidat e zakonshëm. Pastaj aty janë shahidat dispozitave të shahidit që vdesin prej rrethonave të jashtëzakonshme. Qoftë ai që vdes prej sëmundjeve të barkut, qoftë ai që vdes në gërmadha, qoftë ai që vdes nga zjarmi. Janë domethënë pastaj shpërblimin e shahidit për shkak vdekjes në kushte jo të zakonshme. Në gërmadha për shembull tërmeti ndodh. Po, tërmeti ndodh. Po, jo vetëm tërmeti, ka edhe pa ndodh tërmeti. Është një shtëpi e vjetër, i ke shkuar atje me net, ndodh për shembull afton rrezohet, e shtëpia të merr ty përpara, ose ty e prish një shtëpi të vjetër, trok domethënë ai dëmtim. Kto janë për besimtarë që janë si situata